Mirëmëngjes të gjithëve, jemi në episodin e 12 në fund të muajit të 12 vitit dhe në përfundim të sezonit 5 të podcastit Flasim. Fillojmë me shënimet e javës. Banka Botërore ka publikuar GovTech Maturity Index 2025, ose e thënë shqip raportin që një herë në 2 a 3 vite vlerëson 197 vende të botës për nivelin e transformimit digital të sektorit publik. E di që sot Akshi përballet me një hetim nga Spaku për përdorimin e fondeve. Dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia, dhe s'mund të pritet asgjë nga 700 tenxheret e çorbës politike mediatike që të dalë deri në fund e vërteta e saj, cila do qoftë ajo. Por unë di po ashtu që fal saj dhe skuadrës së Akshit, ku punojnë paurar, plot vajza e djem talentuar të botës së re të teknologjisë, Shqipëria ka bërë një kapërcim të madh, krahasuar me vitin 2022, kur ka dalë raporti paraardhës i Bankës Botërore për qeverisjen digjitale. Këtë herë jo vetëm vijojmë të renditemi në grupin A, i quajtur grupi me maturitet të lartë, ku kemi plot 0.939 pik nga 1 që është maksimumi, por fal një rritje të ndjeshme krahasuar me raportin paraardhës ku ishim vetëm 0.752, këtë vit kemi kaluar nga vendi i 68 në vendin e 14. Në vendin e 14 mes gjithë atyre vendeve, duke lënë pas pikërisht falpunës dhe vullnetit për ta vënë teknologjinë e re në shërbim të publikut dhe të zhvillimit të Shqipërisë, vende me emër të madh si Danimarka, Singapori apo Mbretëria e Bashkuar e me radhë. Ky është një raport objektiv dhe profesional i cili vlerëson 4 fusha kryesore që mbulojnë sistemet bazë qeveritare: shërbimet publike online, angazhimin digital të qytetarëve dhe faktorët mundësues institucionale ligjor, dhe pa diskutim që nuk justifikon absolutisht asnjë shkelje ligji që pretendohet se ka ndodhur në aktivitetin e Akshit, gjë që mund na thotë vetëm procesi gjyqësor. Por nga ana tjetër e gjithë zhurma histerike e 700 tenxhereve të çorbës politike mediatike nuk e zhbën dot rezultatin fantastik të Shqipërisë në këtë fushë të veprimtarisë së Akshit, që mund ta verifikoni lehtësisht përmes linkut të raportit. Linku i raportit gjendet në faqen e Bankës Botërore. Edhe këtë javë, zhurma e 700 tenxhereve politike mediatike ku zihen me presion të lartë informacionet e marra në shkeljet ligjit nga kujdestarët e dosjeve dhe veprimtarive hetimore nuk la as fare vend për lajmet e mira, paçka se kjo që kaloi ishte edhe javë krishtlindjesh. Pikërisht të javë doli rezultati i 3 muajorit 3 vitit, ku ekonomia shqiptare u rrit me 3.75%. Një ritëm rritje e mbi parashikimin dhe dukshëm më i lartë se sa mesatarja rreth e rrotullnesh, çka konfirmon performancën pozitive të ekonomisë sonë dhe reflekton një zgjerim të qëndrueshëm dhe të balancuar të aktivitetit ekonomik, të mbështetur nga konsumi, shërbimet, investimet dhe ndërtimi. Gjatë 3 muajorit 3 të vitit 2025, turizmi ishte motori kryesor i rritjes ekonomike. Të ardhur nga shërbimet e udhëtimit arritën në afro 2.3 miliard euro vetëm në këtë 3 mujor, duke çuar suficitin e tregtisë shërbime në rreth 1.9 miliard euro me një rritje vjetore 27%. Për ta bërë të prekshme për gjithë,
theksoj se kjo performancë e fortë e shërbimeve ka dhënë një kontribut të drejt për drejt në rritjen e prodhimit përgjithshëm kombëtar dhe në përmirësimin e bilancit të pagesave. Po ashtu, besimi investitorëve mbeti i fortë edhe në tremujorin e tretë, investimet e huaja direkte arritën në rreth 450 milion euro me një rritje vjetore prej 10%, të përqendruara kryesisht në sektorët strategjik si turizmi, pasuritë e paluajtshme, energjia dhe financat. Jo vetëm kaq, por rritja ekonomike në tremujorin e tretë vitit 2025 është shoqëruar me përmirësim të tregut punës. Norma e papunësisë ka mbetur në nivelin 8.1%, por punësimi është rritur në 69.6% dhe pjesëmarrja në forcat e punës ka arritur në 76.5%. Paralelisht dhe përsëri për ta bërë të prekshme gjithçka po them, paga mesatare bruto në Shqipëri u rrit nga 776 euro në 830 euro, duke reflektuar rritjet e ardhurave nga puna dhe një përmirësim të mëtejshëm të gjendjes ekonomike të familjeve. Këtë javë prezantuam një mekanizëm praktik dhe domosdoshëm për përgatitjen e bujqësisë dhe sektorit ushqimor për tregun e përbashkët evropian, me kapitujt 11, 12 dhe 13 në zemër të procesit negociatave të antarësimit. Do të jetë një sfidë e fortë, por çka kemi bërë në një dekadë, na jep besim dhe forcë se do të bëjmë gjithçka duhet për t'ia dalë edhe në 2 vitet e ardhshme, që të mbyllim negociatat deri në fund vitit 2027. Një dekadë më parë, vetëm 5600 fermerë merrnin një mbështetje simbolike aso kohë nga shteti. Sot janë 67.500 fermerë që përfitojnë çdo vit mbështetje reale e cila peshon në portofolin e fermës tyre. Eksportet dikur ishin një privilegj i një grushti fermerësh, ndërsa sot produktet shqiptare shkojnë në 80 vende të botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro, ndërkohë që raporti i deficitit tregtar, pra eksporte dhe importe të produkteve ushqimore, ka zbritur nga një eksport 9 import në një eksport dhe vetëm 3 import. Sot jemi në një tjetër nivel, po edhe sfidat janë të një niveli tjetër. Euroagro Albania nuk është një website më shumë, nuk është një faqe më shumë në internet, po është një instrument pune, një udhërrëfyes, hap pas hapi, si burim informacioni për standarde, afate, detyrime konkrete, si dhe një kanal dialogu i hapur për fermerët dhe bizneset në këtë rrugë drejt antarësimit. Një kapitull i ri partneriteti dhe besimi sapo ka nisur me sipërmarrje, natyrisht mbi themelet që tani më janë hedhur, dhe këtë javë folëm gjëre gjatë, duke ndarë disa pikpamje dhe duke patur në qendër diskutimit paqen fiskale, një zotim i fushatës sonë elektorale që sot është ligj dhe duke nisur nga janari vitit të ardhshëm hyn në zbatim. Në thelb, paqja fiskale synon ndërtojë një marrëdhënie të re, të shëndetshme mes administratës tatimore dhe sipërmarrjes. Ajo jep mundësi ndërmarrjeve që nuk janë në konflikt me ligjin të vetë korrigjojnë deklarimet e të shkuarës, të rikthehen pasqyrat më pashme dhe për çdo korrigjim të paguajnë një tatim fitimi vetëm 5%. Po ashtu marrëveshja mes sipërmarrjes dhe administratës për tavanin e ri të fitimit vjetor, sjell paqe dhe qetësi, shmang çdo inspektim dhe ul barrën burokratike që shpesh peshon më shumë se sa bara fiskale. Nga kjo nisën presim më shumë formalizim, më shumë energji sipërmarrëse dhe më shumë ndikim direkt në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Çlirimi i të gjitha sipërmarrjeve nga të gjitha gjobat e vjetra, borxhet e vjetra, sipas skedulës së përcaktuar shkon në këtë drejtim. Një nga momentet më frymëzuese të javës ishte mikpritja e jo pak, por 190 maturantëve ekselent nga gjithë Shqipëria, të cilët u nderuan me plot merit me medaljen e artë. Shembujt janë thelbësor për çdo shoqëri dhe medalistët e artë gjimnazit janë forca e një shembulli të shkëlqyer. Janë fëmijë që vijnë nga familje me status ndryshëm social. Dhe ndërta ka fëmijë që vijnë edhe nga familje që mezi arrin fundin e muajit. Për shembulli i tyre,
na thot të gjithëve se mund të kërkosh dhe të gjesh me plot drejt justifikime për të mos bërë ato që duhet, por kjo botë është e atyre që nuk kërkojnë justifikime, por që ecin përpara për të bërë ato që duhet. Dhe dua t'u uroj nga zemra të gjithë atyre fëmijëve që të rriten kështu, me ambicie dhe pa u dorëzuar kur në rrugën për realizimin e ëndrrës tyre. Dhe me që ky është epizodi i fundit i vitit, lejomni të bëj edhe një shënim disi të përveçëm. Shqipëria është 700 tenxhereve politike mediatike ku zihen me histeri gjithë llumi i gjysmëvërtetave që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, ku linçohen njerëz dhe familje pa asnjë gajle për lloj-lloj arsyesh të mos arsyes, nga gjobat e portalegjinjve tek likësitë e poteregjinjve dhe mllefet e pallavragjinjve, nuk e bund dhe nuk e zbraps dot kurse si Shqipërinë e të gjithë kapitujve të hapur të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipërinë turistike me aeroportin kryesor të rajonit që për të disatin vit dhe këtë vit ka lënë mbrapa aeroportin historikisht kryesor në Ballkan, atë të Beogradit. Shqipërinë e transformimit digjital dhe të rritjes qëndrueshme ekonomike, ku paga mesatare ka arritur tani më në 830 euro. Shqipërinë e transformimit epokal të infrastrukturës, ku kantiere të reja hapen çdo vit, qoftë për arteret e mëdha të vendit dhe qoftë për ato të vogla. Shqipërinë e sovranitetit energjetik, e cila brenda këtij mandatit 4 do të jetë eksportuese neto energjisë dhe s'do të paguajë më as 100 darkë për të blerë energji jashtë vendit. Shqipërinë e rilindjes së industrisë ushtarake, e cila do të mikpres samitin e NATO-s në 2027 dhe do ta mbrojë ditë qiellin me dronët e prodhuar këtu në vendin tonë. Shqipëria 700 tenxhereve politike, mediatike dhe histerike nuk e mund dhe nuk e përul dot as në moralin e luftës kundër korrupsionit, Shqipërinë e reformës në drejtësi, Shqipërinë e pavarësimit drejtësisë nga pushteti politik, Shqipërinë e qeverisur nga forca e pasionit dhe vullnetit shtetëndërtues, ku për herë të parë në histori një parti në pushtet i hap rrugën drejtësisë për të pastruar me fshesën e ligjit dhe oborin deri dje të ndaluar të pushtetit politik, përfshir edhe pjesën e saj në ato obor. Kjo është Shqipëri, Shqipëria ime, Shqipëria juaj, Shqipëria e atyre që sot janë fëmijë dhe që meritojnë një vend të sundimit ligjit dhe jo të sundimit llumit. Nuk do të mundet dhe as do të përulet dot nga Shqipëria 700 tenxhereve politike mediatike që nuk duan drejtësi për Shqipërinë, po duan destabilizim, duan rrëmuj, duan shkatrim në dëm të Shqipërisë. Nuk duan drejtësi me ligj, po akmarrje me llum. Nuk duan drejtësi, po vetgjyqësi, linçime, poshtrim. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për drejtësinë që i ka munguar këtij shteti qysh në linjën e tij 100 e kusur vjet më parë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim organet drejtësisë. Me gjithçka kemi në dorë për të bërë detyrën e tyre dhe do të mbetemi garantët e palëkundur të reformës në drejtësi dhe të pavarësisë drejtësisë nga politika, duke vazhduar të mbetemi zëri dhe forca më e madhe shqiptarëve për Shqipërinë që askush tjetër nuk e mbron dot si ne, nuk e ndryshon dot si ne, nuk e bën dot siç do ta bëjmë ne. Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Në episodin e 12 të sezonit 5 të podcastit Flasim, për të mbyllur këtë vit, kam të ftuar 2 azgan, njëri me duar shumë të forta, tjetri me këmbë shumë të shpejta, që të dy përfaqësues të jashtëzakonshëm të gjeneratës së re të shqiptarëve, që të dy në një karrierë sportive të bekuar nga yjet dhe që të dy sot të gatshëm që të ndajnë këtu me mua dhe me ne eksperiencën e tyre të rrugës drejt suksesit, sepse në sport suksesi në fakt nuk ka asnjëherë fund, shumë më tepër se sa në fusha të tjera. Këtu me mua është edhe të dy janë
Jurgeni. Mirë gjeta. Se më shef me natë. Nuk jemi duke i përshu para se të futemi në ring. Jemi peace. Kështu që mos i shtrëngohet ato krahat se më fut emocione. Edhe Juliani, Jurgeni është kampion bote, boksier profesionist, i mirë njohur për shumë dashamirës të atij sporti, që me thënë drejtën unë nuk e ndjek, por e kam të ngulitur në mendje nga kohë shumë të vjetra, kur në televizionin, në ekranin bardhëzi të televizorit, ky qytet përpiqet të kapte valet e Jugosllavisë, e televizionit Jugoslav, dhe ku në ato dallgët e zhurmusit kam parë të pavdekshmin Cassius Clay ose Muhammad Ali, qoftë me John Fraserin, qoftë me George Foremanin e kështu me radhë. Ndërsa më vonë kur gjithë betejë erdhi në 3D me ngjyra dhe me goditje që duket sikur i ha veti që ndjek ndeshjen, aty e lashët sport, se nuk kam fuqi ta ndjek me qef kur tjetri sakatohet në grushta. Ndërkohë që ti jeton vetëm për të rraf. Deri tani kemi ardhur mirë. Deri tani kemi ardhur pa shenja, pa lëndime të mëdha, pa shoqëri zotit. Ndërkohë që Jurgeni vjen nga një zonë e ashpër, po themi, nga Lezhë. Juliani vjen nga një zonë e butë, katonar Tirana si puna ime, nga Petrela. Dhe le ta fillojmë me ku jemi sot. Ku jemi sot, kampion? Si fillim, le të falenderoj për ftesën dhe të t'jap një dhuratë vogël simbolike që Federata IBO-s, e cila unë shpalla kampion bote para 2 muajsh, ka bërë për ju. Si është kjo puna e Federatës së Boksit, se ka lloj-lloj, kush është? Muhammad Aliu te cila federatë ishte? Muhammad Aliu ka qenë në epokën e WBC-s, mos gabohem. Pastaj u shtuan, sot që flasin kemi 5 federata që janë në kryesorët. Është edhe dedikimi i shkruar aty. Po, për kryeministin Edi Rama si një boksier premtues. Po, do thënë drejtën me gjatësinë dhe për masat që ke nuk do ishe... Jo, faleminderit shumë. Shumë nuk më pëlqen me thonë drejtën me grushta. Kam bërë një dy herë dhe si kam kujtime të mira nga grushtat. Po, kjo është shumë e bukur dhe shumë faleminderit. Bukur këtu ta vëmë. Në këtu për momentin, pastaj e marrim dhe e çojmë tek muzeu i dhuratave këtu në kryeministri, që do jetë një dhuratë shumë e bukur. Është një titull që është fituar me shumë mund, shumë sakrificë, siç e the dhe vetë që sport. Muhammad Aliu ishte ke WBC-a. Po. Sot që flasim, IBO-n e ka pas gjithë figurat e mëdhaja, duke filluar te Klitschko, duke filluar te Golovkin, Bivol, janë disa emra shumë të mëdhenj të sportit që e kanë pas këtë titull. Unë jam një prej tyre, tashmë. Dhe shpresojmë që... Qa ka tashin më lartë se kaq? Janë dhe federata të tjera. Duhet të mbledh dhe titullin kampion bote edhe tek federata të tjera që të quhem undisputed. Pse ka disa lloj. Unë jam një ndër kampionat e botës në peshën time. Sot që flasim. Po sa federata të tjera janë në këto? Janë dhe 4. Do me fitu të 5-ta? Që ti është undisputed, po është undisputed është një gjë e jashtëzakonshme që vetëm
3 boksiera sot që flasim e kanë arrit. Kush janë ta? Alexander Usyk, është Crawford, Terence Crawford, dhe Inoue është një boksier kinez. Tani, ti ku jeton aktualisht? Aktualisht jetoj në Gjermani, jetoj atje për 11 vitesh. Atje zhvilloj përgatitjen fizike. Në Gjerman shquhen për... Ku në Gjermani në civil? Në pjesën malore të Munihut, është në kufi me Çekin. Është një zonë malore, është një kompleks shumë i mirë që mi plotëson gjitha kushtet. Atje kam edhe head coach, atë trajnerin kryesor të përgatitjes fizike. Dhe jam midis Gjermanisë dhe Anglisë. Në Angli kam trajnerin e boksit, ku bëjmë stërvitje teknike para garave, që duhen sparing, që duhen stërvitje boksit, domethënë, jo shumë pesha, jo shumë sa çdo gjë me program. Julian, ti je në anën tjetër të Europës, je në kufi me Rusinë në Poloni. Nuk jam shumë afër me Rusinë, fakt jam në zonën. Jo, flas, je në Poloni, domethënë kuptimin në këtë sens në kufi me Rusinë. Je mirë tash aty, Jam mirë, po që ka dhe më mirë. Të duan polakët, vlerësojnë. Ne shqiptarët na duan shumë. A shumë? Po. Na duan ne si shqiptarë. Po. Sepse edhe duan shumë njerëzit që kanë luajtur sport atje, kanë qenë njerëz suksesshëm. Para meje ka qenë Muçi. Edhe tash i duan shumë edhe Shqipërinë si shtet, si breakdance, si pikë turistike, janë besoj me aq sa kam informacion, Shqipëria është destinacioni i dytë për polakët për turizëm. Edhe kanë gëzojnë respekt për ne dhe për vendin tonë shumë. Unë kam pas si qik kështu si veçantë praninë e Polonisë në shtëpi, se ndjera nëna ime ka studiuar Poloni, por kur tregonte si kishte mësuar polonisht, ishte një dhimbje në vete, se thoshte ishte një gjë e frikshme ta mësoje si gjuhë, se gjuhë jashtëzakonisht e vështirë, edhe thoshte ria në konvikt dhe kërceja në krevat e majnarit sipër, ndërkohë që ajo shoqja ime poshtë bënte pyetjet, ndërsa pastaj ndronin vende kërcente ajo dhe unë bëja pyetjet që mësonin polonishtën. Unë kam pothuajse 4 vite, 3 vite e gjys, pak më shumë se 3 vite e gjys atje dhe kam shumë vështirë ta mësoj gjuhën polake, di vetëm të komunikoj, domethënë gjërat bazike, gjërat thjeshta, po është shumë e vështirë, ndoshta edhe nga shqipja që ta mësosh polonishtën, sepse vendet e tjera që kanë gjuhë slave e kanë më të thjeshtë për ta mësuar polonishtën. Kam shok atje në ekip që janë nga Serbia, nga Kroacia dhe din ta flasin din ta mësojnë më kollaj ose kanë më të thjeshtë për ta mësuar gjuhën. Ne kemi pak më të vështirë. Gjithashtu edhe ato thonë për gjuhën tonë që është shumë e vështirë ta mësosh, edhe i duket shumë e vështirë për qoftë edhe fjalët bazike. Jona s'është e lehtë, jo. Jona s'është e lehtë. Të dyja janë shumë vështirë. Po si komunikon aty me anglisht? Me anglisht, po. Flasin anglisht gjithë aty. Flasin anglisht. Ka trajnerë që preferojnë të flasin gjuhën polake, po që shqyr zoti të 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit kemi pas gjithashtu trajner internacional nga Kroacia, nga Serbia dhe kemi komunikuar në anglisht. Tashti, të kthehemi pak mbrapa në kohë, se është interesant për të mësuar se si ka fillu kjo ngjitje. Domethënë, ta marrim nga momenti kur le lezhën edhe si e zgjodhe rrugën për të vazhduar. Çuditërisht, zakonisht sportistët vinë nga paraardhës, sportistë tjerë, është kulturë sporti. Po unë asnjë pjesëtar të familjes nuk kam pas sportist. Edhe kjo gjë ka qenë pak. Familja jote jeton në Shqipëri apo po në Shqipëri. Në Lezhë. Gjithë, midis Lezhës dhe Tiranës. Po ti ke lind në Lezhë në qytet? Unë kam lind në qytet edhe jam rrit në qytet. Se para pak kohësh u shpalla dhe qytetar nderi i Lezhës. Ishte një vlerësim shumë i madh që më bëri vendi im që u linda dhe u rrita. E kam filluar në Lezhë, ma kam thënë dhe në intervista tjera që kam qenë pak i shëndetshëm, i shëndosh, dhe u futa për të bë pak. Sa vjeç ishe? 11. Ishte ajo mosha që fillon e merr për
Edhe shokët që thoshin no bufo. Po, boli edhe nuk na pëlqente kjo. Aty fillova, pastaj ishin trajnerat që spikatën talentin, që thanë shiko se ti nuk duhet ta bësh vetëm për shef të gjë, po. Ti hyre boks direkt aty? Po, direkt Po boks. pse boks? Ai nati shokëve që thoshin boli. Po edhe si natyrë pak luftar, pak fëmijë hedhur. Në gojë. Pak fëmijë hedhur. Dhe boksi, aty te boksi gjeta edhe veten, domethënë. Po që me kalimin e kohës është komplet e kundërta. Boksi është një sport që të disiplinon edhe të bën të jep një kulturë që nuk ta jep çdo lloj sporti. Sa kohë vazhdoi Lezhë? Në Lezhë ishte vetëm hapi i parë 2 muaj. Pastaj shkaku bëra edhe unë që të ikim në Tiranë dhe për shkollë dhe për një stërvitje më profesionale për sa i përket sportit. Edhe sa vite vazhdoi në Shqipëri kjo punë? Në Shqipëri diku tek 6-7 vite. Domethënë ti je qenë 17 vjeç kur ike pastaj. Po, 17 vjeç kam ikë në Gjermani. Po deri në moshën 17 vjeç sa neta në Shqipëri u bëra pjesë e ekipit kombëtar. Kam marrë medalje për Shqipërinë, kampionat evropian, kampionat botëror, 2 medalje rresht, domethënë nga njëri vit në tjetrin, 2 medalje bronzi. Dhe mbylla me medalje ari në një turnament që ishin shtetet më të forta të botës aso kohë, Uzbekistani, Ukraina, bëra ndeshje me gjithë to dhe arrita të dal vend parë. Aty pastaj ishte momenti që vendosa duhet vazhdoj të ri këtu, të jemi kënaqur me këtë që kam këtu, apo dua akoma më shumë. Pam Gjermaninë aso kohë si opsion, ka pas shkollë boksi shumë të mirë, pavarësisht se sot që flasim ka rënë pak në Gjermani dhe ka lulëzuar në Londër dhe në Amerikë është për momentin shumë. Dhe në Gjermani më shkrova kontratë me një ndër klubet më prestigjioze të Gjermanisë në atë kohë. Zhvillova një karrierë për 15 ndeshjesh atje. Pastaj ashtu siç mora vendimin në Shqipëri. Fitove gjitha? Po. Në 2018 për herë të fundit kam bërë ndeshje në Shqipëri me gjermanët, erdha bëra një aktivitet. Besoj ka qenë aktiviteti i parë i boksit profesionist që është zhvilluar në Shqipëri. Dhe nga atëherë nuk kam marrë më pjesë në Shqipëri. Dhe them drejtën më mungon dhe shumë shpejt besoj që mbrojtjen e titullit po mendojmë me ekipin në Angli që bëjmë një diçka të madhe këtu. Julian, po ti si zbrite nga Petrela në Tiranë, nga Tirana unë gjithë dhe pastaj në përbot? Unë kam nisë futbollin kur kam qenë 8 vjeç, në fakt. Atëherë, si çdo fëmijë i vogël që lunte në ato fushat e Petrelës ku kam luajtur, një shok i babit atëherë pa që kisha ca gjëra të mira për futbollin, edhe tha që pse jo mos ta vazhdoj si sport. Edhe e kam vazhduar atëherë për herë të parë te fushat e Alidemit, kanë qenë ato kalçetot e vogla aty në Alidem. Aty e kam nisë për herë të parë, kur kam qenë 8 vjeç, pastaj kështu i kam ndru pothuajse jo çdo vit, por shumë shpesh të ekipet kur janë moshë të vogël, se kur fillojë kalojnë ato vitet, kërkon gjëra të tjera, kërkon që të përmirësosh edhe shef ku janë to trajnerët më të mirë të grup moshave që ti të shkosh atje të përmirësohesh më shumë. Pastaj kam kaluar te fushat e zeza këtu te qyteti studentit, ka qenë fushat aty mbrapa, e pastaj kam shkuar te klubi te Akademia e Tiranës, pastaj për një vit te Partizani edhe te Akademia Internacionalit. Atje e kam mbyll pjesën e moshave. Pastaj ka qenë, se për çdo futbollist është ajo periudha nga 17-18, po them, kur karriera jote vazhdon normalisht dhe pa ndonjë bum, po them, se ka edhe raste që kur je 15 vjeç, 16 vjeç, je shumë i talentuar dhe edhe ka përcen direkt te këto ekipet e parë. Unë si isha ky rasti, isha rasti që isha futbollist normal deri në atë moshë, edhe më shdash që të punoj shumë, them drejtën, si nga ana fizike, si nga çdo aspekt për t'u përmirësuar. Edhe më mend që atëherë kam pas bërë edhe 3 stërvitje gjatë një dite. Kam pas shkuar në atletik, shkoja në palestër edhe pastaj te stërvitja e futbollit. Përpos shkollës që ishte normalisht është detyrim që të shkojmë.
Më pas kam shku në Greqi për një vit, kur isha 18 deri 19, dhe atje nuk shkuan gjërat ashtu siç duhet ose siç i kishim menduar ne, dhe më pas u ktheva prapë në Shqipëri, ku kam luajtur për një vit me Kastriotin, me ekipin e Krujës, pastaj me Laçin 3 vite deri te transferimi që bëra jashtë këtu në Poloni ku jam dhe vazhdoj aktualisht. Dua nga Laçi shkoj në Poloni. Nga Laçi. Poloni me ekipin kampion aty apo? Jo, nuk është ekip kampion, por shpresojmë që të bëhemi ekip kampion. Për momentin i kemi kushtet dhe gjitha mundësitë që sa do të jeni aty? Për momentin jemi në mes tabelës. Në vend 8-9. Larg jemi çik, po kemi mundësi për të qenë më mirë. Kampionati polak është kampionat natë si e shoh unë, është pak i nënvlerësuar në Europë, ka mundësi që të jetë më mirë dhe të bëjë më mirë në arenën, po them, ndërkombëtare, siç janë këto kompeticionet europiane. Janë përmirësuar goxha, po që kanë mundësi të bëjnë më mirë, të them drejtën. Ekipi i cilit qytet është? Lodz quhet ekipi, me theks polak është Uj, është afër me aty ku ka studiu më. Ajo ka studiu. Seriozisht? Po, aty në Lodz. Ajo ka studiu stomatologji në Lodz. Okej, është afër Varshavës, rreth 1 orë. Lodz është ajo. Po, Lodz ka, mund ta thush në disa. Ka qenë qyteti i fundit që ka dalë nga komunizmi në Poloni, është pak jo i prapamet, po them nuk ka atë zhvillimin siç janë qytetet e tjera të mëdha, se është një ndër 6 qytetet më të mëdha në Poloni, po që këto 5-6 vitet e fundit ka pas progres të madh. Ajo thoshte që shkollën e mjekësisë e kishin shumë të fortë, nuk e di a e kanë akoma, po e kishin shumë të fortë atë shkollën e mjekësisë. Atje njihet si qytet industrial më shumë, po që edhe këto tjerat i kanë zhvilluar më goxha. Sa banorë janë? Rreth 700.000. Po qyteti i madh. Po. Edhe ka shtrirë shumë të madhe si qytet, domethënë është. Edhe në hapësirë është goxha i madh. Ku shkojnë në fillim, si të pritën mirë, që në fillim, apo patë vështirësi, si ishte në fillim? Pata pak vështirësi në fillim, se polakët, të them drejt, janë i qik njerëz të ftohtë. Në përgjithësi janë ashtu, po... Ftohtë sa ngrofen, pastaj kur ngrofen janë si ne. Kur ngrofen janë si ne. Po që... Kurse ne jemi të nxehtë në fillim, pastaj ftohemi. Po që pastaj e pata më të thjeshtë, se kishim edhe ca... Në fillim kur shkova, kishim shumë polak në ekip, dhe pastaj erdhën lojtarë të huaj nga Kroacia, nga Spanja, edhe u bën pak ekip më internacional, le të themi. Kështu që e pata më të thjesht pastaj për të vazhduar për me ambientu më mirë dhe se normal kur ndihesh mirë me vendin, me qytetin edhe performancat. Që fillim ishte informacion apo? Jo, kur shkova në fillim shkova me mendimin që do jem informacion, po që nuk shkon gjonat ashtu, me atë trajner nuk i kishim marrëdhënie shumë të mira, ndodh në futboll që na herë marrëdhëniet midis lojtarit dhe trajnerit ishte polak, po ai nuk ishte marrëdhënie në fakt shumë të mira me gjithë lojtarët që ishin internacional. Po si është ajo që në futboll jo çdo herë gjërat të rrjedhin vaj, kuptoj, dhe duhet prisha për atë momentin tim, normalisht duhet servitesh shumë fort që t'jam, si më thonë, ti mushësh me një trajner që ti je gati dhe ti duhet lush nga fillimi. Pastaj u ndru trajneri dhe fillova të los nga fillimi, u bëra lojtar i rëndësishëm i ekipit, por që fatkeqësisht pata një dëmtim të rënd në gjuhë, që më la jashtë për rreth 6 muaj, po them. Ajo ka qenë periudha më vështirë në karrierën time, se s'kam pas asnjëherë dëmtime dhe shpresoj shumë që mos të kem edhe vazhdimsi. Po që besoj që ka qenë një periudhë aq sa e vështirë edhe e bukur dhe më ka ndihmuar shumë për faktin më ka bërë më disiplinuar si njeri, si sportist, edhe më ka bërë që ti kuptoj gjërat nga ca këndvështrime tjera, po them, ta kuptoj sportin në një mënyrë tjetër. Po që nga ajo periudhë, pastaj mrapa shqyrëzohet. Një dëmtim i fort të kondicionon pastaj mbrapa, domethënë ke frikë se do të kthehet edhe këto dëmtimet e gjurit, me të thënë drejtën, janë pak të vështira dhe janë çik specifike, sepse të lënë edhe trauma, të lënë trauma mbrapa, po psikologjike më shumë. Po psikologjike, aq më shpejt të t'jesh i binte vetja dhe mos ta mendosh mbrapa këtë lloj gjëje, aq më shpejt do të kthehesh
më mirë në Prandaj fushë. pyeta, domethënë të kondicionon psikologjikisht kur bën Patjetër që po ka shumë lojtarë që vuajnë shumë mbrapa anën psikologjike dëmtimit. se mos bëhet prapë. Që mos rikthehet prap, edhe po them ky është një nga dëmtimet që në më shumë se 50% rasteve mund të rikthehet si dëmtim, edhe ndoshta kjo ndikohet edhe pak më shumë te ajo ana psikologjike, po që thash që përgjatë rikuperimit këtij dëmtimi u disiplinova dhe u forcova shumë psikologjikisht, edhe mbrapa pastaj e kisha më të lehtë që të kthehem mirë dhe realisht jam kthy më i fortë. Gjoja shumë shok ose shumë njerëz sportit që më thoshin që pas këtyre dëmtimeve kaq të rënda do kthehesh më i fortë, po që kur je në ato momente je pak pesimist dhe ndoshta nuk i beson gjithë ato që thon, po që rezultoi e tillë dhe u ktheva më i fortë dhe deri tani çdo gjë ka shku, po them, në mënyrën më të mirë të mundshme. Julian, ti ke pas probleme me dëmtime? Shumë. Ke pas, ë? Shumë. Ka qenë një periudhë dëmtim mas dëmtimi dhe po dalë të kjo të psikologjia që tha dhe Juliani. Një sportist duhet të jetë shumë i fortë psikologjikisht aq sa edhe fizikisht, sidomos në sportet individuale, sepse unë kam thy dorën, mbrylin e kam bë 4 herë operacion, po. Dhe më thënë, këta janë disa pjesë që njerëzit nuk i shohin. Dorën e mbrylin ke kryesore. Siç ka i gjurin. Po pra. Këta janë disa pjesë që vetëm sportisti dhe rrethi i afërt i shohin dhe i përjetojnë. Kur dalim ne atje në ring ose këtu në fush, njerëzit shohin vetëm atë 90 minutshin ose ato 12 raundet edhe, po nuk e dinë se çfarë është hequr, dhe çfarë është kaluar për të ardhur deri aty. Po fati është një rol shumë të rëndësishëm te sporti. Fati. Ti beson fatit? Patjetër, edhe si njeriu edhe punon për ta bërë deri diku fatin e tij, patjetër, se po s'punove nuk vjen asgjë vetvetiu, po dëmtimet janë. Si beson fatit ti, në çfarë forme? Je besimtar apo? Po, jam shumë besimtar. Je besimtar? Po, besoj në Zot. Beson në Zot. Dhe jam falënderues Zotit për çka ka bërë për mua deri tani. Po si me vështirësitë e këtij rrugtimi, patjetër se pa vështirësi dhe falas nuk jepet asgjë në këtë botë. Unë me këtë parim jam rrit. Si e ke raportin me Zotin? E ke shkon në kish apo? Patjetër. Ikin kish, lutem, mundohem mos t'i bëj tjerëve atë që s'donin tjerë të ma bënin mua, jam me këtë parim në jetë. Dhe mundohem t'jem versioni më i mirë i vetes çdo ditë. Në këtë lloj forme kam besimin. Ti beson te fati, Julian? Unë besoj që çdo njeri beson pak te fati, po unë besoj më shumë te puna dhe te disiplina dhe pastaj te fati. Domethënë i besoj më shumë punës edhe besoj që çdo gjë pastaj me punë shpërblehet. Ajo nuk diskutohet. Nuk është se përjashtova atë, po sa do disiplinë të kesh, çfarë do i bësh një dëmtimi? Jo, normalisht pjesa e dëmtimeve është çështje fati. Këtu është çështje fati pa diskutim, sepse na herë ne sportistët, po them si boksierët, si futbollistët, i bëjmë gjithë ato gjërat që duhet bëjmë për të mos u dëmtu, po them janë këto para përgatitjet e tjera, po që na herë për mungesë të fatit normal dëmtimet ndodhin. Edhe unë jam shumë besimtar dhe besoj te këto gjërat, po që dëmtimet janë diçka që besoj se nuk janë dorën tonë. Po polakët janë besimtarë të mëdhenj, janë shumë besimtarë besoj 99.2% ose 0.3% besimtarë të krishterë, edhe kanë atë besojnë shumë të janë katolik, po. Besojnë shumë. Edhe i shoh që atje paka shumë si në Gjermani, mbase po Gjermania ka më shumë njerëz. Polonia është ndër të paktat vende në Europë që është autokton, domethënë 100% polak, nuk ka pranuar. Është shumë e vështirë. Nuk ka pranuar. Shumë e vështirë që atje, nëse nuk kam pa disa intervista të kryeministrit atje në Poloni dhe ato duan që të jesh, domethënë, shumë në rregull me letrat, me dokumentacionet që të bëhesh pjesë e komunitetit polak, qoftë për punë, qoftë për sport, qoftë për çdo gjë. Dhe kam pa që dita diel atje është zgjohen mëngjes dhe shkojnë pastaj ndjekin ato rritet e kishës, pastaj është
për familjen, kështu që ditën e diele kanë pa që e kanë shumë speciale, siç kemi ne, ose jo vetëm në Shqipëri, po them pjesa e vendeve islamike që kanë ditën e premte. Si është mjedisi sportiv i boksit në Shqipëri? Si janë, ka talente, ka... Them drejtën, unë jam shkëput nga Shqipëria që në 2015, po bën më shumë se 10 vjetë, po me sa kam pa dhe sa kam ndjek, Shqipëria prodhon talente, sidomos të sporteve individuale. Aty individuale. Aty shquhemi ne, domethënë. Prodhon, por individuale dhe nga këto që janë kështu me goditje të shpejtë, jo individuale nga ato me val gjatë, apo nga ato të shpejta, bum, 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 bum. Jo se, po ta menosh boksi nuk është vetëm bum, bum, bum. Mi pa mirë, fjalja që vjen... Boksi është më shumë loj mendje, do më thënë, aq sa mendje, aq edhe fizike. Po nuk thash që është bum bum patru, thash në një kuptim tjetër që jemi individualistë të mëdhenj edhe kemi kemi çik qevllunën. Nuk e di domon, edhe peshngritje, mundje, boks. Kur vjen puna për shembull ke këto, çfarë them, te ping-pongu për shembull, aty e kemi më të vështirë. Po ke pa në një kështu talent shqiptar nga ta më të vejlit që mendojnë që mund t'jetë thëmë drejten i niveleve të larta, apo nuk i ke ndjek? Talente ka plot, nuk i kam ndjek aq afër sa të arrite, po që Shqipëria gjithmonë ka nxjerr talente. Dëshira ime është që kur ta përfundoj karrierën, t'ju vinë ndihmë këtyre talentave të vegjël dhe t'ju jap. Sa është jetë gjatësia normale një boksieri? Unë po flas për veten time. Po, sa do shkosh ti? Mund të kem edhe 5 vite të arta, besoj. 5-6 vite të arta, sepse duhet të di njeriu të thoj stop, duhet ta lësh ti sportin para se të lësh sporti ty. Kjo është idealja, domethënë. Sepse gjithë këto kampionat e mëdhenj, gjithë të emrat si Muhammed Ali, Mike Tyson, gjithë nuk rivali vetëm që imposhti ishte koha. Ata u plakën dhe derisa doli një më i freskët, më i ri, duhet dish ta lësh sportin para se të lësh sportin ty, kjo është të gjitha këto fusha që janë me kompeticion direkt e kanë këtë gjë, nuk diskutohet. Dalim te mosha ideale është 35. Por nga ana tjetër nuk është e lehtë, sepse pasioni është diçka që e ke brenda dhe nuk të ndihmon që të shkëputesh. Po janë disa gjëra të tjera më të rëndësishme se pasioni. Duhet shëndeti. Duhet të jesh të tërhiqesh në kohë që të jesh i aftë dhe të shijosh çfarë ke ndërtuar dhe të shijojnë familjarët, sepse boksi është një sport shumë i rëndë, se truri nuk është bërë për të goditur. Këtë thot çdo mjek. Po sa më shpejt të tërhiqesh, sa më pak goditje të hash, aq më mirë. Jam dakord me ty, po inshallah po të funksionon kështu, se njeriu e ka të vështirë të ballafaqohet me rënien nga niveli më i lartë ku e çon puna, e çon fuqia, e çon mosha e tjera dhe për shembull Cristiano Ronaldo s'di më u dorëzu. Po që edhe ati i ka ra pak niveli, për thënë drejtë. Po që i ka ra niveli, po ai është 40 vjeç. Po jo, për moshën që ka është... Ai e ka dhënë deklaratën, do mbylli dhe kupën e botës edhe... Për moshën që ka është, po kjo është si rrjedhoj... Që ka ra niveli, si ka ra niveli, ai prapë vazhdon ekipi kombëtar i Portugalis, bën gola, bën gjithë, ai s'është ai që ka qenë vetë, po një tjetër që t'ia zej vendin kaq kollaj. Po kjo është si rrjedhoj besoj e punës që ka bën ndër vite, domethënë kjo duhet filloj që një moshë të hershme, disiplina, regjimi,
që për mua është faktori kryesor. Jo besoj vetëm për futbollin, por për çdo sport. Edhe ai besoj ka qenë një nga ato që kanë ndjekur. Më ka thënë Ancelotti që Ancelotti ka servit dy janë këtyre të mëdheve, më ka thënë ai është komplet diçka tjetër nga të gjithë të mëdhenjtë që unë kam njoft, sepse raporti i tij me disiplinën, me stërvitjen, me gjithë aspektet e kujdesit për trupin, dieta, kjo, ajo, është diçka. Ai tha stërvitet si me qenë një i sapo ardhur ekip. Ekipi Gjithmonë do të tregoj që ekipi mbaron stërvitjen, ai vazhdon stërvitjen. Ekipi shkon stërvitje, ai ishte aty përpara. Ato historitë pastaj me akullin, e futu në akull, e dil në akull. Ka shumë edhe sportistë që kanë luajtur bashkëtar, që kanë luajtur me të thonë të njëjtën gjë, po që ai tani është këto nivele, ka arrit këto nivele fal gjithë kësaj punës dhe përkushtimit që ka pas. Tregonte Patrik Evraja ieri që ftoi për darkë. Ftoi për darkë të shoh tavolinën, kishte vënë një pjatë me sallatë aty. Edhe mbasi hëngrëm atë, më nxori ke fusha e shtëpisë dhe fillu me lojën. Për shumë njerëz këtë mund ta quajnë si po them smundje që ai ka për sa i përket gjithë kësaj disipline. Po besoj kur njeriu fiton kënaqësi dhe vazhdon të ketë atë zjarrin dhe pasionin brenda vetes për mos të ndaluar dhe merr kënaqësi nga ajo që po besoj se s'duhet ndalosh. Po gjëja që më habit më shumë nga gjitha, atë është këpuca. Atë se kam kuptuar akoma se që i vesh më të vogla. Po, që i vesh numër 41 këpucët dhe i ka këmbët komplet të deformume, se këpuca më e vogël të lehtëson gjujtjen. Unë nuk e di se si gjithë ajo dhimbje që mund të shkakton këpuca më e vogël. Personalisht nuk e kam provu këtë dhe nuk duhet të provoj. Besoj shumë e bezdishme dhe për mua po flas personalisht, sepse ndoshta ai është mësuar kështu dhe ka shumë kohë që ndjek të njëjtën gjë. Po për mua nuk duket diçka që besoj ndryshon te gjujtja ose ose të ndihmon për diçka, se besoj do ta kishin bërë gjithë futbollistët nëse do ishte diçka për të përmirësuar. Varet ajo është pastaj çfarë mirë për mua është për ty. Normal. Shumë e çuditshme. Po me ekipin kombëtar si filloi raporti? Siç thash edhe më përpara që këtë sezon, ky për mua ka qenë sezoni më i mirë i karrierës time, për nga arritjet ose për nga paraqitjet individuale që kam pas me ekipin, dhe si rrjedhoi kësaj besoj që tërhoqi dhe vëmendjen e stafit edhe trajnerëve që janë aty të kombëtar, njerëzve që punojnë për selektimin e futbollistëve ose kush janë futbollistët më në formë për momentin. Edhe ka qenë menaxheri i klubit Baba Musa kur më ka kontaktuar për herë të parë, po ne aty në kombëtare je pjesë e listës madhe fillimisht. Pastaj kur shpallet lista përfundimtare, kërkonte një 2 javë më mbrapa deri kur dali lista përfundimtare. Dhe them drejtën kisha një ndjesi të brendshme që do isha edhe pjesë e listës përfundimtare, pastaj kur shpall lista, se ne marrim vesh vetëm aty te kur shpallet lista. Ka qenë dita më e gëzuar e jetës time dhe seriozisht edhe është çdo ndeshje si kur e nis nga fillimi ose si të jem në stol, ajo ndjesia kur je për kombëtarin është diçka totalisht tjetër dhe çdo ditë kur jam në grumbullim e shijoj pafund. Ku e patë debutimin, me kë e patë debutimin? Me Andorrën në Albania, kundra Andorrës. Pastaj luajtë në Serbi. Pastaj në Serbi, po. Ajo ishte jashtëzakonshme e ndeshme. Ka qenë, besoj gjithashtu edhe një nga ndeshjet më të mira të karrierës time, besoj. Të dyja ndeshjet në Serbinë kam luajtur shumë mirë. Po ajo ka qenë ndeshja me Serbinë në Shqipëri, ndeshja e dytë me kombëtarin. Edhe për mua si lojtar i ri që isha në kombëtar nuk ishte shumë e thjeshtë si nga ana emocionale, si nga ana, domethënë psikologjike përgatitjes ndeshjes, nuk ishte shumë e thjeshtë. Po që ja dola me sukses, atë ndeshje gjithë ekipi performoi shumë mirë, domethënë po ndeshje shumë mirë. Po ishim, po them këtu dalim ke fati prapë, ishim pa fat që humbëm, që dolëm barazim, po për mua realisht ishte si humbje, për gjithë ne ishte si humbje.
Po që besoj rikuperum mirë me atë ndeshjen atje në Serbi. Tash ti ke një hall në vete se do lush në Poloni kundër Polonisë. Për mu personalisht nuk besoj se do ketë ndeshje aq emocionuese dhe aq sa ajo kundra Serbisë. Po që për nga rëndësia në momentin që ne jemi me kombëtarën, besoj që kjo padyshim është ndeshja më e rëndësishme e kombëtarës, se s'kemi qenë asnjëherë kaq afër për të arritur një gjë kaq të madhe si për ne, për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë sportdashtit. Po si mendon, si është Polonia aktualisht? E ka marrë çik veten, ëh? Ka po të njëjtin grup lojtarësh, nuk ka shumë ndryshime. Ka ndruar 2 trajnerë për vitin e fundit, besoj. Ky trajner që kanë tash e njoh se ka qenë trajner një ekipi në Poloni, edhe ka bërë realisht mirë me atë ekipin, po kombëtarja besoj është pak ndryshe nga ekipi, nuk është njësoj si drejtosh një ekip dhe si drejtosh ekip kombëtar. Kanë kualitet, kanë cilësi shumë të mira, po që këto janë ndeshje që kanë specifika, besoj ndryshe nga, po them, ndeshjet e grupit, se kur janë ndeshje e grupit edhe nëse bën një hap fallc ke mundësi mbase të rikuperosh në një ndeshje tjetër, kurse në këto ndeshje besoj nëse gabo shumë e vështirë pasaj që përgjatë ndeshjes të rikuperosh prapë edhe të marrësh rezultat pozitiv. Unë tani me folësh kollajshme me bëhesh më vështirë, po unë mendoj që duhet me fiksu mirë në kokë që ata e kanë hallin më të madh se ne. Kjo është kryesorja. Ata janë në një hall më të madh se sa ne dhe ajo stresi për ta është më i lartë se sa për ne, se në fundit ne kemi arrit sidoqoftë një sukses të madh që jemi në këtë fazë, ndërkohë që për ata në shtëpi është halli i madh që me humb. Kjo mund t'i kondicionoj. Unë duke njoft pak, jo shumë, popullin polak, e di që janë njerëz shumë sportdashës dhe suportues shumë dhe sidomos sportit futbollit, edhe ndjekin pafund kombëtarë, ndjekin pafund futbollin Poloni, po kur vjen puna te kombëtarë janë pak më, po them, janë pak më agresiv se presin shumë nga kombëtarja, po e di që atje do kenë suport madh, po nga ana tjetër gjithashtu do kenë edhe presion të madh dhe dalim te ajo që theti pak më përpara që ato e ndjejnë presionin dhe trysnin më shumë se sa ne. Edhe shpresoj që kjo të jetë një pikë sado e vogël që na ndihmoj pak neve. Unë një nga neshjet që mund ka ngel mendja se si një situatë e favorshme të kondicionon deri në pikën që të humbësh, është finalja e Bayernit me Chelsea. Nuk e dia, e ke parasysh? I kam pa të gjitha finalet, po. Disa, tani nuk e di sa u bën vite, po u lyt në Munich, stadiumin e vet. Chelsea konsideroi një skuadër, Chelsea bile pati probleme me trajnerët, ndroi trajnerët dhe përfundoi Di Matteo që ishte zëvendës, përfundoi trajner etj. Edhe në fund fare humbi Bayerni. Humbi me penalti. Kështu që kondicionimi ose për shembull kondicionimi i Barcelonës me Interin, ose ka pas plot raste kur ti e ke gjitha në letër në favor. Shqipëria, ekip i mirë, po Shqipëri, nuk është Franca. Vjen në Poloni, gjitha të stadiumin, unë kam qenë aty se ke stadiumi madh se u bën NATO aty, ai stadium që s'maron. Po, është stadiumi i bukur. Ai i Varshavës, vjen aty stadiumi plot, ata komplet zjarr. Dhe futbolli është futboll. Sta ecën në fillim, fillon ikën koha, fillon haj gol atje dhe ike. Për pos trysnis dhe ato presionin që normalisht ato do ndjenë më shumë se ne, unë them që ne jemi dy ekipe paka shumë të njëjta në cilësi dhe në kualitet, nuk kemi shumë diferencë, ato kanë vetëm një sulmuesi që është Lewandowski, që është nivel botror, po tash është në fundin e vet besoj. Edhe në nivel lojtarësh, po të marrësh gjithë lojtarët kokë në kokë, nuk kanë besoj diferenca, ne kemi lojtarë shumë të mirë në ekipin kombëtar që luajnë realisht nivele shumë të larta. Edhe besoj se do jetë një ndeshje e barabartë që do ta zgjidhin besoj momente shumë delikate përgjatë ndeshjes, po
Desha të marr pak kohë me që jemi të kombëtarja, ndeshja me Serbinë dhe me Poloninë që na pret, desha të bëj 2 dhurata. Një është me që jemi të kombëtarja bluzja e imja personalisht që kam lyp ndeshje në Serbi ku kemi fituar 1-0, besoj ishte një nga fitoret më të bukura që ka po kombëtar shqiptar. Dhe tjetra është ekipit tim në Poloni, Widzew Łódź, me që do luajmë Poloni dhe polakët janë shumë njerëz dashamirës të Shqipërisë edhe ju pëlqen shumë Shqipëria dhe shpresoj që në vitet e ardhshme të vazhdojnë të shtohen sa më shumë edhe të vinë sa më shumë në Shqipëri, se realisht kemi një Begdet mrekullueshëm edhe 6 do të dy. Po, 6 është numri. Po është vërtet ai llaf që ka dalë që thonë ata agjencisë turistike kur bën ti gol shtohen turistët. Kjo është histori e lezetshme se un kam një shok atje në Poloni që ka një agjenci turistike dhe sa herë që ne kemi nesh ai është gjithmonë aty edhe më thotë që sa herë bën ti gol mu më shtohet numri i kërkesave për polakët që të vinë në Shqipëri, kështu që ai lutet shumë që unë bëj gola sa më shumë dhe gjithashtu ai ka përfitimet e veta për numrin e. Po me gola të ecën me gola? Shiko, unë jam mesfushor, golat për mua nuk janë po këtë sezon seriozisht më kanë ecë edhe golat. Sa ke bërë? Mirë. Po ta marr nga komplet vitin 2025, mos ta ndaj, nga janari deri tani kam bë 10 gola edhe kam 8 asiste. Për një mesfushor janë statistika realisht shumë të mira. As vet nuk i kam prit që do jem kaq mirë me statistikat të sezon, po që. Me këmbë gjithë apo me kokë? Kam bë edhe me kokë. Edhe me të majtën edhe me të djathën, me të dyja këmbët. Po ti luan me të dy këmbët? Po, luaj me të dy këmbët, është një cilësi e ime, jo shumë futbollistë kanë këtë. Po e ke stërvit këtë gjë apo e ke pas qëndrim? Nuk e kam stërvit, po kjo është histori që kur kam qenë fëmijë luaja me gjyshin, aty te shtëpia dhe për herë më ka pas thonë që gjuaj edhe me komën e djathtë ta stërvis komën e majt, më fal, se jo vetëm e djathta duhet për të luajtur futboll, edhe e kam pas gjithmonë si gjë nga ai, edhe e kam nga ai komën e majt që di ta përdor mirë. Gjyshi pas ka i merit veçan në karrierën atë? Gjyshi ka qenë shumë sportdashës, pastaj babi gjithashtu ka qenë një sportist po i sporteve individuale bashkë me vllajin i përkasin sportit mundjes. Unë kam dalë të futbolli, prapi kam gjatë gjyshit. Ai ka pas qenë futboll. Ke ndjek sport. Po, kemi qenë familje sportistësh. Tani në mbyllje, duke qenë se është epizodi i fundit edhe viti i ri është pranë, do ju lë të bëni një urim për si t'ju vi, domethënë uroni këtë doni edhe uroni çfarë doni. Çfarë urimi ke ti për vitin e ri? Qoftë 2026 një vit sa më i mbar. Ju uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Krishtlindjet që kaluan. Edhe 2026 qoftë një vit plot harmoni, begati, plot dashuri, lumturi për gjithë shqiptarët dhe familjet e tyre. Ti si e ke urimin? Unë po e lidh pak me sportin e me kombëtarën urimin. Shpresoj dhe ju uroj gjithë shqiptarët që padyshim të kenë shëndet, lumturi në për familjet e tyre, po inshallah kjo 2026 është viti bekum për shqiptarët dhe për ato tifozët e kombëtarës. Shpresoj shumë që në play-off që do kemi ato, unë besoj që do kemi 2 ndeshje, jo vetëm një, t'ja dalim sa më mirë dhe për herë të parë të kualifikojmë Shqipërinë në një kampionat botror. Besoj dhe ishte urimi më i bukur për të gjithë këtë vit. Shumë faleminderit, unë uroj që vitin e ardhshëm të marrësh një brez tjetër. Faleminderit. Edhe që të ecësh në rrugën e undisputed champion. Asgjë nuk është e pamundur kur njeriu beson. Punë, disiplinë, njeriu beson edhe pak fat. Unë e them gjithmonë. Çdo ëndër që shohim me sy hap, përderisa e shohim mund të arrijmë, por pyetja është vetëm sa jemi të gatshëm t'i paguajmë çmimin madhësisë që ka ëndra, sepse sa më e madhe ëndra, aq më i lartë çmimi për t'u paguar i sakrificave, i betejave, dhe uroj për ty që të bëhet të përmbushet dëshira ty edhe gjithë çunat e kombëtarës,
pash që sot erdhe me bashkëvuajtsen, uroj që të keni lumturi, të keni shëndet familjarisht edhe për familjen tënde. Shumë faleminderit. Edhe për të gjithë shqiptarët, gjithë ata që na ndjekin, ata që s'na ndjekin, uroj bashkë me dy kampionët këtu, një 2026, me shëndet, paqe, edhe çdo gjë që ju do zemra për vete dhe për dashurit tuaj.